Të vijmë më tej, Kryeministri Rama ka reaguar në rrjetin social X ndaj kërkesës së gjyqtarëve për rritje pagash. Gjykata kushtetuese ka shtyrë vendimin për rritjen e pagave të gjyqtarëve me argumentin se i nevojitet më tepër kohë. Kryeministri Rama ka shkruar se gjykatat kanë trajtuar si viktima deri në 92 raste të pastruara nga vettingu, duke u dhënë trajtim financiar me 12 milion euro nga buxheti i shtetit. A i dini se gjykatat kanë dhënë deri më tani 92 raste në favor të llumit të pastruar nga vettingu, duke u dhënë një trajtim financiar prej rreth 12 milion eurosh nga buxheti i shtetit, pra duke i trajtuar jo si fajtor, por si viktima që duhen dëm shpërblyer. Akoma më keq, thot Kryeministri Rama, këto vendime gjykatash janë dhënë me urdhër ekzekutimi, pa marrë vendim të formës së prerë në gjykatën administrative të apelit, duke detyruar ISSH-n që nga fondi i pensioneve të kryej pagesat për shkak të vendimit me ekzekutim. Dhe ndërkohë, rradha për të marrë para nga taksat vazhdon edhe për te këtij numri 92, që do të thotë se ato 12 milion duhet të shkojnë shumë më tepër. Kjo quhet pavarësi e papërgjegjshme, ka shkruar në X Kryeministri Rama.